Puna për shëndetje. Falenderimet I takojnë të modhit Zot në radhë parë për djalin tim që shoqërisë Zotit është mirë në këto momente. Djalin unë e kam pas me temperaturë, e ka përjetu shumë keq ikën time nga shtëpia, normalisht se unë nuk jam dasi sekond. Ka pas dhe nga ato replikat që thëshin, jo po që u boj javë, pse ka shpejt mori malli për familjen, jo po pse bërë, jo po pse ktheve. Atëherë është ndryshe kur je në kurbet, është ndryshe kur je në burg, dhe është ndryshe kur je në një televizion si Big Brother, dhe kjo ka qenë arsyeja që unë përjetova si unë keq për familjen, ashtu dhe familja ime jashtë për mua, se unë nuk isha ndaj sekond. Kjo është arsye. Një falënderim I madh për të gjithë ju që më keni mbështetur gjatë periudhës që neta në Big Brother, nuk di se si t'ju shpërblej. Faleminderit nga zemra. Faleminderit dhe produksionit Big Brother Top Channelit që më zgjidh pranë çdo sekond, si në dhomën e rrëfimit, si në dhomën e dëshirave, janë njerëz të ëmbël, janë njerëz të mirë, dhe faleminderit që më informuan në sekonda që unë kisha djalin pa qef. Nuk ishte ndaj gjë serioze, ishte temperaturë, siç ju thash, ishte ai përjetimi keq ikës ime nga shtëpia. Ditë tani vetëm faleminderit nga zemra të gjithëve. Nga ky moment e mrapa normalisht do më gjeni te puna I fort si gjithmonë. Edhe vetëm punë dhe familja mbi të gjitha. Atëherë, shihemi ditën e martë në Prime në orën 9 në Top Channel Big Brother.